Përshëndetje. Ku jemi këtu me parashikimin e datës 28 gusht 2026. Kemi një ditë të vështirë në plan parë, të vështirë me kuptimin e fjalës, një ditë shumë e fuqishme e gjithë muajit. Sot kemi eklipsin hënor në Peshk, në orën 6:14 të mëngjesit. Dhe vetëm pak minuta më vonë, në orën 6:18, sipas orës tonë, kemi hënën e plot në Peshk. Ky është kulmi i dytë i eklipsit të gushtit që aktivizon fuqishëm boshtin Peshk Virgjëresh. Nëse eklipsi diellor i 12 gushtit, që ishte më parë në Luan, hapi një kapitull të ri rreth zemrës, krijimtarisë, egos dhe dukshmërisë. Ky eklips hënor në Peshk sjell kulmin e emocional, zbulime, përfundime, çlirime dhe ndërgjegjësime të thella. Peshqit lidhen me ndjeshmërinë, shpirtin, intuitën, ëndrrën, besimin, mëshirën, sakrificën dhe padukshmërinë. Dhe gjithçka që nuk futet lehtë në logjik. Virgjëresha përballë kërkon rregull, analizë, punë, detaje dhe realitet. Ky eklips na vendos përballë pyetjes: ku duhet të dorëzohemi dhe ku duhet të vendosim kufi? Ku duhet të besojmë dhe ku duhet të kontrollojmë faktet? Kjo po shërben me dashuri dhe ku po sakrifikojmë veten. Dhe kjo do thot ndikim, kjo do thot rëndësi. Më të ndikuar janë peshqit, virgjëresha, binjakët, shigjetarët, dhe ndikimi më i madh janë të 10 digjit parë, të 10 digjit të tretë dhe ndryshimi më i madh që vjen me këtë eklips. Për peshqit ky është kulmi personal, emocional dhe fizik. Për virgjëreshën, marrëdhëniet, partneritetet dhe kontrata. Për binjakët, në karrierë, në familje dhe ndikime të mëdha të papritura për ata që janë në diasporë dhe në çështjet ligjore personale. Për shigjetarët, boshti shtëpia, karriera dhe familja. Dhe kjo do thot ndikimi më i madh që ndodh. Për sa i përket mënyrës që gjërat vijnë, ka një nga ndikimet, për shembull shenjat e ujit, gaforja dhe akrepi, që mund të përjetojnë më shumë emocionalisht, ndërsa shenjat e tokës, demi, britsjapët, që mund ta përdorin me qartë praktik dhe ndikim të madh që vjen pas tyre. Në të njëjtën ditë kemi edhe ndikimin e rëndësishëm, dielli dhe Mërkuri në Virgjëresh krijon një ndikim shumë të madh me Uranin në binjak. Kjo bën ditën edhe më të paparashikueshme. Mund të kemi lajme të papritura, ndryshim plani, tensione komunikimi, ndërprerje, keq kuptime, çështje në lidhje me teknologjinë, kjo thoret në ndryshimet e tjera, se nuk ka lidhje me atë çka është në një farë mënyre për arsye të punës, për shembull, në lidhje me karrierën ose të shtaksur diku dhe nuk vete, por gjithsesi kjo është mbetet për të parë për anë të tjera, sepse lidhet edhe me fuqinë dhe ndikimin e madh që ka të bëjnë tani e tutje. Por gjithsesi kërkohet kohë dhe marrje vendimesh të rëndësishme. Prandaj do të pasosh edhe kujdes në këtë dëshim. Kjo përsërisht me 10 ditën e parë, për disa çështje të vogla. Kjo është ditë shumë e fortë për zbulime që mund të dalin një e vërtet. Mund të mbyllet një cikël, mund të kemi disa marrëdhënie në lidhje me punën, karrierën, dokumenta në gjendje emocionale, por nuk është ditë për të vepruar me nxitim. Eklipset hënore sjellin emocione që janë shumë të arta, por në anën tjetër, Urani shton nervozizmin, dhe kjo do thot ndikim, kjo do thot stabilizim. Mund të kenë disa deklarata, zbulime të papritura, që lidhet shumë me ndikimin, por edhe ribashkime që duhet shumë kujdes. Nëse ka sinqeritet dhe qartësi, mund të hapet dialog. Nëse ka mjegull, mund të përsëritet e njëjta dhimbje. Për përpozim më mirë të mos zgjidhet kjo ditë, sepse eklipsi sjell shumë ngarkesë emocionale dhe në emocione sipër mund të prishet disa ekuilibra. Dhe kjo na jep një farë mundësie ose na kujton që nuk duhet marrë vendim në kohën që nuk jemi të gatshëm ose nuk kuptojmë. Por në nënshkrim marrëveshje, për shembull, blerje të mëdha, investime, transferime financiare dhe vendime ligjore, dita kërkon shumë kujdes. Kurse me diellin dhe Mërkurin, ndikimi më i madh që është këto janë mbasditë, domethënë ka ndikime shumë të mëdha. Duhet të shmangim vendime emocionale, debate, nxitime, konflikte, komunikime, gjëra të kësaj natyre. Mirë është që neve këto gjëra